Derbi është gjë më e bukur e kampionatit. Patjetër. Kur derbi luhet realisht dhe me grim. Ku e shikon ti që kjo ndeshje nuk ishte reale? Cili është portieri më mirë i kampionatit? Do të thoja 2 realisht, sepse nuk mund të ndaj. Për çfarë ke zgjedhur ti portier dhe lojtar? Isha më i vogël në fusin të këto. Ju sulmuesit kot na ankoni miqtë. Loni futboll na rritet mend. Atë që ka qenë më i fortë kanë pas në ekip, me thon drejt. Ku Xhiliano Skuka? Po, skuq. Ço ti boja alla, çunave para. Tafti bafti. Po na ra tafti mi, po na ra bafti mi. Përshëndetje çuna dhe goca, zonja dhe zotrin që na ndiqni në Andale Sport. Bëuni gati për një debat shumë të madh, pasi sot do flasim për javën e 33 të A-Business Superiore, një javë ku na dhuroi 4 sfida vërtet spektakolare të luftuara dhe të papritura, ku flamurtarit bërin përmbysje historike ndaj Dinamo Cityt, Vora mundi kampionët në fuqi të Ignatias, Bylisi imposhti të Utën dhe pam një derbi spektakolar ku Tirana përmbysi Partizanin, ndërkohë një sfidë më pak e bukur, shumë e mërzitshme ishte ajo mes Elbasanit dhe Vllaznis ku u duk shumë pak reale. Ma thoj ironik, ironik pak. Të pëlqeu ironia apo jo? Ironik, po unë pres tani që do vinë ata ekspertë të tjerë do thonë, shiko, kampionati jon është i bukur se vendi i fundit e mund të parin në çdo javë. Prandaj është i bukur Tani, kampionati. ne parisim me Doreza portieri, ju e kuptoni tani pse këta me Doreza portieri, sepse për të diskutuar për çfarë pam në javën e 33 të A-Business Superiore, me ne është domethënë miku jon ish portier Kadri Birja, përshëndetje. Mirë se na erdhi dhe këto doreza në fakt i kemi dhuruar nga Kadri Birja, këto fëmijat janë dhe me emrin e djalit tij Ajdeni, që e përshëndesim. Shumë faleminderit. Kurse ka i pa Doreza që Kadriu i bë ka vetë, nuk e dija që bë ka Doreza, por pas ka edhe kështu. Po ndërkohë ke ti Ajdeni në dy brenda, Po, sepse ka i kam iniciale. Po. Tani kush ka Calcedo kundër nesh, 0 gola, 0 gola. Si e pe këtë javë? Përgjithsisht pastaj ndalemi tek ndeshja specifike. Unë mendoj që të gjitha ndeshjet ishin të vërteta, të gjitha ndeshjet u zhvilluan tamam futboll bio, mendoj unë me syrin tim, mbas unë gaboj patjetër sepse nuk jam perfekt në mendime, po kështu është pashon të paktën po tani zga derbi, me që edhe pak më parë kishte pak problem mantha për pjesën e derbi, unë mendoj që u boj futboll i bukur, jashtëzakonisht shumë i bukur, një futboll modern që kishëm kohë që nuk e shifnim në kampionatin ton. Sepse e pash të gjithë ndeshjen, ndeshjet e tjera nuk i kam parë me thënë drejtën, pash vetëm Vllaznin me Elbasanin dje dhe Tirana Partizani. Kështu që në aspektin sportiv unë të dyja ndeshjet si Vllaznia Elbasani po dhe Partizani Tirana, në aspektin teknik dhe atë çka u zhvillua në tërësi, unë mendoj që ishte futboll që realisht kishëm kohë që nuk e shikonim në Superligën tonë dhe mendoj që në të tilla ndeshjes, në të tilla futboll duhet shumë në kampionatin tonë. Çfarë mesazhi ti jep ty kur presidenti i skuadrës tonë thotë që dakord, por pa derbi s'ka lezë kampionati? Po shiko, kjo i ka të dy anët e medaljes, sepse e para është që ti mund të motivosh futbollistët me këtë shprehje, na kupton? Apo i demotivon? Jo, nuk i demotivon, sepse kjo është një gjë që ne edhe ju këtu, po edhe të gjithë opinionin sportiv e din shumë mirë që kampionat pa derbi nuk ka, sepse ai ty është po të shikosh është e vetmja ndeshje që e mund stadiumin në atë kapacitet. Sepse ndeshjet e tjera nuk kanë këtë kapacitet, janë pak më tifozë më pak. Kështu që nuk mendoj që ka ndonjë anë që mund t'i pezmatoj futbollistët, por siç e shikoj unë, ose si mund të kem qenë në përfushat, mendoj që unë e kam menduar kur ka ardhur presidenti ka thënë një fjalë që shiko se derbi duhet fituar, edhe jo të luhet apo të fituar, patjetër që ka qenë motiv për ne, nuk ka qenë. Ky është motiv. Po. Por nga ana tjetër kur ti thu lojtarit që ne pa atë skuadrën tjetër s'kemi kuptim, pra, mua më duket si një mesazh shumë i qartë. Po çfarë mesazh, për shembull, mund ne duhet shablon këtë gjë që në konkretisht, ne na duhet Tirana superiore vlla.
Ky mbie mesazh që marrë nga deklarata. Nuk besoj që nga Partizani duan bjerë Tirana, nga Tirana duan bjerë Partizani. Për faktin se derbi është gjë më e bukur e kampionatit. Patjetër, shumë e drejtë. Derbi kampionat. Derbi është gjëja më e bukur e kampionatit kur derbi luhet realisht dhe me grind. Jo, po mirë, më jep një aspekt që ti mendoj që nuk u luajtur me grind dhe sepse janë deklaratat mozotrit. Ai thotë, shiko, nuk e bëjnë futbollin deklaratat. E para goli në 86-87 mos gaboj, në një kryevepër mendoj. Nuk besoj se ndesha let në atë mënyrë duke zgjidhur lojtari në mënyrë individuale me atë shënimin e golit. Tjetra, portierat me perëndimin tim bën një paraqitje jashtëzakonisht shumë mirë, dy portierë. Pa diskutim. Goli Tiranës, goli Barazimit, një aksion i rrjedhshëm. Pa diskutim. Goli pari Partizanit. Patjetër, në mënyrë fizike një futboll i bukur, loj me zona, loj me hapësira, loj me korridor, domethënë ku e shikon ti që kjo ndeshje nuk ishte reale. Këtë po them domethënë. Tani, sepse ti to do të marrësh, mos merr deklarata, se për deklaratat ta thash pak më parë që ka shumë që përdorin deklaratat, i kanë si një lloj si ta them unë ty mekanizmi për të kalon presionin kundërshtarit. Për ta kaçuar presionin kundërshtarit, po dhe patjetër për ta vënë në gjumë kundërshtarin që shiko se këtë gjë kështu funksionon. Ka drejtë vet ka luajtur me Elbasanin, e kanë gjitur në kategorinë e parë apo jo? Sa përjetohet futbolli aty te ky qytet? Se tani kanë marrë këtë javë morën dhe vendin e parë kampionat. Realisht kur pash se çfarë projekti kishin, nuk më besonte syve. Domethënë drejtuesi janë të një drejtues që ishin edhe në ato kohë që kam qenë unë, edhe më beso, aty edhe në fushën e stërvitjes vinin mbi 100 tifoz. Dhe sidomos pjesa e tifogruvëve Tigrat janë të pandashëm me skuadrën, është një qytet që jeton me futbollin, edhe i kam të panetha se në fillim projekti ka qenë shumë serioz dhe afatgjatë, dhe tani po besoj se po bën ato po merr meritet e veta të punës të palotshme që po bëjnë drejtuesët, trajneri, stafi, president, lojtarë, tifoz, funksionon në zinxhir kjo gjë. Sa për pjesën saj dun futbollin realisht ma beso, kemi pas një ndeshje me Maliaj, edhe kur kam parë 3 autobusa që vinin nga Elbasani për me Maliaj, unë ishte era parë që vetë si futbollist shkoja luaj në stadiumin me Maliaj, dhe realisht nuk e dija se si ishte stadiumi me Maliaj, edhe kur kam shku kam parë 3 autobusa në Maliaj, mu duk çuditës tash si ky qytet e vazhdon e ndjek në të gjithë Shqipërinë këtë skuadër, edhe se sa e mbështetet dhe sa e donte. Realisht janë shumë, do të thotë se janë unison tifozët me skuadrën. Ti vetë kë mbështet nga ekipet që janë në garë për krem, po them. Ke një favorit? Shiko, po ta them si tifoz, mbështes Elbasanin, sepse meqense edhe kam luajtur dhe e njoh pak a shumë, po ta hym në anë teknike, unë mendoj që dy skuadra janë të favorizuar, mendoj unë, për ata çfarë kanë treguar deri tani. Vllaznia dhe Elbasani janë dy skuadra që po bëjnë shumë mirë, edhe kanë zhvilluar një futboll modern dhe një futboll që nuk kanë çeduar shumë në përndeshje, kanë qenë ndeshjet e pakta që kanë çeduar, që mendoj këto dy skuadra do jenë deri në fund, mendoj unë, që mund të garojnë për titullin kampion. Jep dikujt 1% më shumë të gara titullit? Po shiko, unë besoj se kjo ndeshje që u zhvillua dje ishte një match shumë i mirë, se kush do ta ketë mundësinë më të madhe për dal kampion. Kështu që mendoj që Elbasani me këtë entuziazëm që ka dhe me këtë zhvillimin e ri tani, me këtë futbollin e ri që po futet dhe me modern që po zhvillon edhe Gozdenovic, unë mendoj që mund të jetë një përqindje pak më e vogël që unë mendoj që mund ta ketë mundësinë për dal kampion. Elbasani me Ela ka një hero këtë sezon dhe ai është Lajthia. Ditën e djeshme. Lajthia pa thyshme. Lajthit vllaznin kishte shumë perla kështu. Ditën e djeshme shënoi 2 gola. Ka dritë ti e ke njohur herët Lajthin, apo jo? Po, domethënë kam që në kohën që ka pasur tek Ignati, në ato vitet kemi qenë kundërshtar dhe na ka rënë rasti që të ndeshim shpesh. Ka qenë lojtar i shpejt shumë që në ato kohë dhe lojtar punëtor me sa unë shikoja. Besoj se po bën shumë mirë tash dhe besimi besoj që i ka dhënë stafi, po ja kthen për mirë këtë besimin. Pastaj patjetër që ana psikologjike të futbollistit ndikon shumë, dhe kjo gjë mos gaboj 9 ose 10 gola ka shënuar në këtë vit, kështu që edhe ana psikologjike ndikon shumë, qoftë dhe ku nuk je ditën më të mirë fizikisht, me një veprim ose me një shënim goli. 1 te kombëtarja, 2 top i artë abisnë superiore këtë sezon. Kush qëndron, kush nuk qëndron dhe pse? Kjo është problemi jonë si shqiptar, që nga shkalla e parë do të shkojmë direkt në katë fundit. Unë mendoj që duhet të ketë
do të ketë dhe lajthia kohën e vet patjetër, do të bëj një futboll edhe akoma më që të jetë më i garantuar për ekipin tonë kombëtar, pastaj për pjesën topit të artë, nuk e di si funksionon kjo topit të artë. Ne diskutojmë pak më parë që mund të jetë mbase një benefiti mirë mund të jetë te ekipi që fiton kampionatin, mund të jetë një gur i mirë, kështu që nëse vazhdon kështu mund të jetë të paktën një nga të dyja mund ta ketë veten, kandidat do jetë. Mund të jetë patjetër, po që të shkojë direkt s'ka tjetër. Që të shkojë direkt kombëtarja, patjetër që duhet punë sepse në kombëtar është ritëm tjetër, nivel tjetër, kështu që nuk besoj se duhet kalojmë direkt, po edhe lajthis vet nuk i bën mirë që të shkojë direkt për herë, vetëm në këtë sezoni që po bën mirë të shkojë direkt atje sepse mund të kthehet bumerang dhe mund të bëjë hapat mbrapa sepse kanë qenë futbollistë që kanë qenë nga kampionati jon, ka shkuar direkt në ekipin tonë kombëtar, edhe ajo ngarkesa shumë e madhe, mund të ketë qenë një presion shumë i madh mbi kurrizë që s'ka propulluar dot pas. Në rrjet sot lexova një perlë të vërtet, dikush shkruante nëse marrim kombëtare, nëse bëjmë sulmin Maksuti, Bregu dhe Lajthia, bëjmë më mirë se ta që kemi për momentin. Cili është portieri më mirë i kampionatit për ty? Do të thoja dy realisht, sepse nuk mund të ndaj në kuptimin siç e shikojmë futbollin. Patjetër një është Dajsinani, është nga ato portierë që me merit është në ekipin të kombëtar, është portier modern, domethënë portier që luan shumë mirë me këmbë, shumë mirë në lojën në ajër, siç i themi, edhe patjetër dhe unë mendoj që është shumë fizik në port, domethënë kjo gjë janë disa gjëra që e prisnim. Që po e përfshin. Suspanca është për emrin e dytë tani. Një gjë e mirë edhe për vazhdimsinë që ka treguar në paktën 3-4 vitet e fundit, unë mendoj që një nga ato portierë që po bën shumë mirë edhe ka bërë mirë ndër vitesh dhe Selmani, realisht janë nga ato portierë që unë mendoj që bën shumë mirë në ekipet ku ka qenë të paktën 3-4 vitet e fundit. Mos harrojmë sepse nuk i bën shumë në pa puna Selmanit sepse nuk është në garë për titull, por më beso është një portier që ka psuar shumë pa gola, edhe lojën me këmbë ka jashtëzakonisht shumë mirë dhe është realisht ai është një portier modern. Kështu që unë këto dy portierë pastaj patjetër edhe Bekaj, Çirko janë portierë shumë të mirë. Apo i rreshtosh apo i rregulloj? Jo, po them se pani thash nuk do të them një, thash dy në kuptimin se po dhe Çirko do ta fusi kjo treshja që është. Po përshtypjen që të dy portierat më të mirë që the ti janë të dy jo shtatë gjatë, janë pak shkurtër. Dajsinani është. Jo, Dajsinani nuk është problem. Shiko, nuk janë portiera të gjatë. Selmani pak po shikon në Shqipëri nuk është se kemi portiera shumë gjatë. Është vështirë domethënë të gjesh 3 portiera me një vend, ata që nuk kanë çeto dhe janë pa portier do kishin 9, ndërsa ata më që të merrin një nga ne. Po për çfarë ke zgjedhur ti është portier dhe lojtar? Se është roli më i vështirë dhe më pak i zgjedhur i futbollit mendoj. Ko që tani që nga fillimi është siç e thon gjithë, isha më i vogël në fusin të këto. Realisht futëm në port aty. Realisht ka qenë ai futbolli rrugës atëherë, domthon dinim 3 dhe shkonim në shtëpi në orën 11 dhe gjithë kohës luanim futboll. Un kam qenë një lagje që djemtë lagje kam pas gjithmonë më ndesi vete. Çfarë lagje ke qenë ti? Un kam tuar kombinat dhe vazhdoj të kombinat dhe ka qenë nga lagje që ka pas dash futbollin jashtë dhe do futbollin dhe po të shikosh, po të kaloni tani akoma luhet futboll në rrugë. Vend dytë gur akoma ndalojnë kur kalon makina ndalojnë fëmijët, vazhdojnë akoma futbollin. Realisht, që atë ku kam qenë më i vogël, më kam pasur nga porta dhe nuk e di pse më pëlqeu ajo atëherë dhe vazhdova që në moshën 7 vjeç, pastaj kam vazhduar në port, edhe nuk jam ndarë asaj pjesës që nga mosha 7 vjeç, nga mosha 7 vjeç deri në vjet që e lart dhe futbollin e luajtur. Që 7 vjeç. Ka vlerëtur thua ti është portier në Shqipëri? Shiko, në kohën që ka qenë atëherë, ka qenë pak e vështirë, Flor, realisht sepse nuk ka pas shumë trajnera, nuk ka qenë shumë e emancipuar pjesa e portierave, kështu tashti ka ndryshuar çdo gjë. Unë trajnerin për herë të parë trajner portierave e kam mësuar 16 vjeç, kur kam dalë në ekip par Dinamos. Deri në 16 vjeç jemi stërvitur vetë njëri tjetrin me kurse tashti shkosh në akademi, kanë trajner portierësh, domethënë mirë keq paktën japin një dorë dhe japin një lloj rrugë se çfarë duhet ndjekin. Kështu që në ato kohë ka qenë vështirë, por ka qenë brez shumë i fortë se ky brezi që është tashti. Ka qenë një brez i fortë realisht, një brez unë më mend në ato kushte atëherë 30 gradë jashtë dhe unë luaj me taka ekri 6 tak, domethënë i thoshëm ne atëherë me atë kupat mondial. Në ke fusha e kompleksit Dinamo ka qenë atëherë poshtë. Një zhavor edhe 30 gradë jashtë ne lushëm sepse ishte ajo dëshira e madhe. Këtu tani janë gjithë me kushtet, me dorezat, me këpucet apo stafacet si i do për bar natyral, për bar artificial, kështu që koha ka zhvilluar, pa më brezat nuk janë aq të fortë sa që kemi qenë në brezin tonë. Po është pozicioni më vështirë në fushë portieri? Unë mendoj që po. Kur mund të kohën se kanë pozicionin më të lehtë. Si shikon, sepse për mendimin tim pozicioni më vështirë është me sfshori, sepse është në lëvizje në gjithë kohën në fushë, lëviz
pothuajse në të gjithë cepat e fushës. Do shojë parti para, parti pastaj brava, pas shkon mirë, do të vit marrit zbresi poshtë deri në linjën mbrojtës marrit topin, ta çojë deri ke linja e sulmit, do të vit bëjnë detyrat mbrojtëse, detyrat sulmuese, po ta marrësh në këtë aspekt. Në vërshësi pastaj varet në çat konteksti vërshësi. Nëse vërshësi që ka shumë presion, po, mund të ketë shumë presion sepse ka gjithë përgjithësi. Po, për përgjithësi jam dakord, për vërshësi jo, sepse vërshësi për mendimin tim ka më fushori më shumë në aspekt, ama si përgjithësi patjetër, sepse ne themi shpesh që një ekip i mirë ndërtohet nga një portier i mirë. Patjetër, në përgjithësi është patjetër pjesë e portierit. Por në vërshësi unë mendoj që më fushori ka më shumë vërshësi në futboll. Pra, mes fushori ka vështirësi fizike, portieri ka vështirësi psikologjike. Ju sulmuesit kot na ankoni miqtë vi. Loni futboll në realitet vend. Kurse për tani për të vështirësia në karrierën tënde, momenti më i vështirë në jetën time ka qenë vështirë edhe domethënë se kanë qenë dy aspekte. Mbas lindjes djalit, unë luaj në Kosovë atëherë dhe ishte një periudhë shumë e mirë e imja, po bëja një aktivitet shumë të mirë në Kosovë, një kampionat shumë mirë, shkova me ekipin deri në gjysmëfinale me ekipin që isha. Kam pritur 2 penallti në gjysmëfinale e kupës, doja sepse mbarote edhe peshqja e rreshtimit kush ishte në listë dhe mas peshqjes duhet ta gjuaj, kam kërkuar të ta gjuaj, do të dërgoj dhe CV do ta keni. Doja ta gjuaj, nuk ma la trajner dhe mas asaj domethënë e humbëm ne, shënuan ato dhe mbaroj. Po tu shënonte mbaron domethënë e mbajta ekipin në lojë, 2 penallti rresht e pritet dhe kanë qenë domethënë bëra një sezon jashtëzakonisht shumë të mirë atje. Mas lindjes djalit ishte problem sepse largësia ishte shumë ishte larg, sepse isha në Kosovë dhe bashkëshortën kisha në Tiranë. Edhe pata një ofertë jashtëzakonisht shumë mirë, nuk po e përmend skuadrën në Kosovë atëherë dhe isha në vështirësi në kuptimin do zgjidhja karrierën edhe një anë ekonomike shumë mirë. Sa të front apo do zgjidhja për unë ato kohë kam qenë 31 vjeç dhe ka qenë më besoni ka qenë oferta më e mirë, këtu do të luaja 2 vjet që ti merrja atë pagesën atje isha për 1 vit. Po isha në një dilemë jashtë plus 10 muaj po apo jo? Kaq. Isha nuk e thot termat isha në një dilemë shumë të madhe. Do të zgjidhe o familjen ose një vazhdimsinë në sport me kontratë, edhe t'ju tregoj një detaj, presidenti i atij ekipit ka ardhur 2 herë apo stafat për mua deri në Tiranë, dhe jemi takuar këtu në një nga të qendrat rrethtare, 2 herë më takonte dhe kur më bëri ofertën e dytë e ngrejti edhe pak më shumë se oferta e parë. I thash, "Shiko, unë do vija me vrap që ka oferta e parë, por problemi është se nuk kisha zgjidhje tjetër. Nuk është se nuk po vi nga ana ekonomike, sepse nga ana ekonomike do të vija me të parë, do të vija që nga momenti i parë që më the do vija. Po ky ishte momenti më i vështirë në kuptimin e karrierës, dhe më duhet zgjidhja karrierën apo familjen, kështu që vendosa për familjen. Jam i lumtur patjetër, po nëse do kisha një karrierë pak më të pasur dhe më të zhvilluar atje në Kosovë, sepse do mundoja të bëja akoma më mirë, do ngreja atë siç e themi në thonjë za pjacën time, do vazhdoja të kisha i futboll akoma më shumë. Pastaj patjetër u riktheva ke futboll që isha këtu dhe mbajt ato yjet që kam qenë këtu dhe vazhdova edhe disa vite. Kadria, ka qenë portier që ke patur supersticion para ndeshjeve, bën ndonjë veprim kështu që të të mbar apo nuk? Jo, nuk I kam pas. Zakonisht lojtarët I kanë lojtarët dhe vetëm gjë që kam pas të paktën në vitet e fundit ka qenë muzika. Realisht në ekipet ku kam qenë, ku kam shkuar, pothuajse kam pas edhe një gjë me ekipet e kategorisë 2, kam ngret 4 ekipe, 5 ekipe. Domethënë kam shkuar ekipe, kam shkuar kategori parë, një kategori më lart edhe po kudo që kam shkuar, kam pas pjesë në muzikë, kam pas një, nuk e di, kam pas si motivim, qoftë për skuadrën. Në tërësi kam pas çik të pjesën leadershipit, kam pas veten në natyrë, kudo që shkoj kam pas në natyrë dhe kjo ka qenë një nga gjërat që kisha më shumë dëshirë. Pastaj ka qenë edhe pjesa e dorezave që nuk qofse quhet, po nuk doja të luaj më shumë se 2 ose 3 ndeshje me të njëjtat doreza. Po, e kam pas këtë pjesën. Jo, po vetëm edhe më shumë siguri, besoj unë, duke qenë se dorezat qoftë në përbot funksionojnë një ndeshje, domethënë ndeshja tjetër nuk funksionon më, po këtë gjë kam pas në Shqipëri, ndodh, besoj te portierat e Superligës, besoj se mund ndodhi. Unë kam pas që në ato kohë këtë pjesën që më shumë se 2 ose 3 ndeshje, duke qenë se edhe u merja vetëm me dorezat, mund të kanë pas të lehtësinë e dorezave deri në këtë pikë. Dhe sepse shiko, në Shqipëri funksionon dhe kjo gjëja që duhet ta themi të paktën edhe për brezat. Një stërvitje e mirë do të ketë doreza të mira, sepse nëse dorezat nuk janë shumë të mira, edhe stërvitja nuk ka shumë kualitet, sepse duke qenë pas doreza të mira, mund të bësh një kapje shumë mirë topit dhe të jep një lloj sigurie edhe ty vetë si portier. Kush ka qenë lojtari më i fortë që e përballur? Kujt ja kishte frikën kur luajte kundër? Se të gjitha kanë lojtarë që e trëmbën pa.
Atë që ka qenë më i fortë kanë pas në ekip, me thon drejtën. Ku Giuliano Skuka? Po, Skuka. Arabi, po. Ai ka qenë një nga lojtarët në atë kategorinë të parë që kam pas, sepse gjatë jemi më i madh ka qenë kategori parë, me thon drejtën. Kam luajtur pothuajse vetëm 3 vite nga 2007 deri në 2010 në Super League. Edhe pastaj gjithë koha tjetër ka qenë në kategorinë e parë dhe vitet e fundit në kategorinë e dytë. Në kategorinë e parë ku më luajtur ka qenë një nga futbollistët më të rrezikshëm. Patjetër ka pas dhe lojtar të fortë ajo lloj kategorie që shumica tani po ushqen Superligën, se ju thatë Lajthia, Keko, janë disa lojtarë që kanë ardhur nga kategoria e parë, po qoftë dhe Skuka, kanë nga kategoria e parë që ka shkuar në Superligë. Po lojtari më i mirë që ka qenë kam pas në ekip dhe kjo ka qenë. Po çka ka pas? Në servite Vuja në servite, po ka pas dhe i gjos Skuka që duhet ta motivoje dhe un kam pas një lloj motivimi për Skukën që nuk mund ta themi këtu se do ta bëjmë me pip po ta themi. Do të jemi vetëm ku dia. Po nuk e di. I vetmi i thoja dhe vraponte sepse ka qenë nga ato lojtarët, ne kishim skemat e realisht kur luajmë me Korabin. Kishim, domethënë ne thonim çuna do bëjmë 10 veta, edhe ja hedhim topit Skukës, edhe le të thy Skuka kokën me lojtarët dhe le ta bëj golin. Realisht ashtu ndodhte. Ne mbronim 10 veta mbrapa, top gjatë Skukës, ai një i vetmi me 7-8 përpara shkonte se si e gjete mundësinë e golit. Kjo ishte gjëja që kishim në ato vite, sepse kam luajtur 3 vite në ekipin e Korabit, 3 vite kemi pas dhe Skukën në ata. Skuka pas një shprehje, po ta themi nëse duhet, kur konsumonte shumë në stërvitje dhe u lodhte, momentin sa mbaronte ushtimin, thoshte oj tot bre. Ka lodhja madhe dhe te gacmonin shpesh kjo pjesa. Mbase tash në këtë shkallë që ka arrit Skuka mund të ketë harruar si shprehje. Jo ndoshta ka. Do të bërtas ta dill kur të futet fush. Oj tot bre. Oj tot bre, kishte nga lodhja e madhe këtë. Tani si portier, edhe pse se ka kap shumë kohën e varit, e kem mësuar që portier shpesh i duhet merret me varin. Kështu që edhe ne kemi një var toni këtu. Një var toni. Po. Por gatitu të hapim ekranin për varin. Tani, penalti minutën e fundit. Është instinkti apo është mendja më punë? Ti na tregove një rast penalti, po si e ndan portierin te cili krah do hidhet? Po shiko, varet nga portieri. Me lehtësim, për shembull, unë të tregoj një sekret tim, çfarë kam pasur, në momentin që u bën te penaltia, unë gjithmonë dilja jashtë portës, edhe qëndroja. Edhe shikoja sulmuesin ku merrte topin. Në momentin sulmuesi ka një vend topin në kepika penaltisë dhe ngre kokën. Domethënë shumë funksionoja vet. Në momentin që ngrete kokën shive ku i të syt për herë të parë. Domethënë shikimi i parë, qofse ai mund ta kishte edhe komplet blof shikimin, po unë ashtu e ndaja. Gjë që më ka rezultuar pozitive. Unë u kam pas marrë pak të për penalti dhe gjatë kam pas për shembull një kampionat kam pas 4-5 penalti, për shembull 2-3 kam pas sigurta që i prisja. Domethënë kjo ka qenë si veproja unë domethënë. Po ka portier që shkojnë me instinkt, kanë portier pastaj që e ndajnë që fillim. Në moment që jepte penaltia, thotë shiko do iket djathtë dhe shkon djathtë. Se me që jemi te penaltit, shpesh kanë një parë të portier që afrojnë sulmuesve, i flasin, i provokojnë. Çai thua ty. Si provokon portieri? Po shiko, nga mund nisi nga mund shkoj. Dhe më parë ne them si ke provokosh ti kështu çurat me llafe? Provokoja, patjetër. Çai thosh, për shkak e para ka qenë lëvizja e topit që e vendoste topin në lëvizje. Edhe domethënë ka shumë presione që varet çfarë vjen në atë moment, po një nga presionet është je i vogël për ta bërë, shikoj unë jam më i madh se ty. A kupton kjo porta duket sikur ti shkrep se ke kujdes. Unë po ikim majtas, po ikim psikologjike. Psikologjike, për shembull ndikonte shumë, unë për shembull qëndroj edhe mbi 10 sekonda para topit për shembull. I rria para topit 10 sekonda, ulja getat, ngreja rrugulloja. Tip Martinez. Kam qenë edhe pak, për shembull po të tregoj një nga mesazhe një nga miqtë e mi Lika që luan tani tek Ileria. Më thot për portierin që stërvis tani thot mu a e dina i thoshte që ti e mbyll që e filloi dhe e mbyllë 90 minuta vetëm kam qenë për shembull unë për të hëngur minutat e kohën në ndeshje kam qenë pas në dhuntin time për shembull e bëni 1-0 ai futbolli shqiptar shumë atë e mbaja për shembull zgjidhja kputucët 4 herë Doreza 5 herë pusja doktorin shpesh herë e kam pasur të fsharat që ke marrë këto momente dark art për shame nuk mungonin domethënë nga më i vogël te kemi malli të pësosh një gol të bukur apo të pësosh nga një gaf. Gafa të ndihmon të rritesh patjetër. Edhe goli i bukur pastaj të heq atë peshën e përgjegjësisë që diskutuam pak më parë. Ço ti boja Allah, çuna me para. Po s'kam çaj. Ço ti boja Allah. Portier modern apo portier klasik? Portier modern çojmë ta që ka filluar luajnë me këmbë, dalin para, kalojnë zonën. Unë do isha i mix më mirë, në fakt, mes klasikut dhe modernit se edhe portier ka shumë modern që fillon tani dali dhe në korner të godasit bëj gol me kokë nuk do doja me thënë drejtën sepse janë bërë gjithë tash që dalin çdo gjë. Manuel Neuer hapi. Në fakt këtë lojë nuk e hapi Neueri, po ja hapi Guardiola mendoj unë sepse ai
ja jepte me detyrim të mbante gjithë përgjegjësinë për vete. Nori kishte kualitetin që ja zhvillonte këtë lloj futbolli që donte Guardiola, se mos harrojmë Guardiola mori dhe ke Barcelona mos gaboj me City. Bravo, nuk e di tani një portier që mori. Po, edhe ke City, po, bravo. Mori që sepse kishte zhvillimin e lojës mirë me këmbë dhe nuk zhvillonte lojën me këmbë, po tek porta që donte. Kështu që kjo gjë, unë mendoj një mes me art do ishte shumë i mirë, lojë modern për këmbët mendoj dhe klasik në port. Portier më i mirë aktualisht në botë. Shiko, unë jam me thënë drejtë më pëlqen Donnarumma jashtëzakonisht shumë. Para Courtois. Courtois duke qenë se në sezon mungon shpesh, nuk kanë atë vazhdimsinë, nuk mendoj se ka këtë vazhdimsinë që ka Donnarumma që shumë ka jetë gjatësi në port, nuk para del shumë nga porta. Courtois brenda vitit mund mungoj mbi 8-9 ndeshje dhe kjo gjëja unë siç e shikoj dhe lexoj, mendoj që për momentin Donnarumma është një nga ato portierët që po bën shumë mirë edhe kudo që ka shkuar ka bërë mirë, kështu që mendoj Donnarumma për mendimin tim është nga portierët më të mirë në botë. Me që ti stërvit edhe portierët e moshave tani, cila është këshilla më mirë që jep një portieri që është sa ka nisur karrierën e tij? Këshilla më e mirë që me që përfitoj edhe nga rasti të jap dhe ta jap dhe këtu dhe edhe pastaj do t'ja çoj dhe ta shikojnë dhe ato vetë. Unë mendoj që këshilla më e mirë për fëmijët është që mos të marrin asgjë me presion, mos përjetojnë çdo gabim dhe çdo lojë ta kalojnë në stresin e tyre, po ta kenë një mësim për të rritur. Një mësim të mënë çdo ndeshje do jetë gabim edhe përmirësim për to, edhe kur të vi mosha ideale që ato të bëjnë atë hapin e madh të kuptojnë që futbolli tashti është barr për këto, edhe vështirësi për këto, atëherë i bëjnë këto gjëra. Aman këshilla më e mirë është vetëm të stërviten çdo ditë, edhe të marrin më të mirën e tyre çdo ditë deri në moshën që të vinë në moshën pjekurisë dhe të kuptojnë që tani po realisht jam të shkuar në port dhe aty pastaj të fillojnë etapat e tyre të portës. Një gjë që tifozët nuk e kuptojnë për portier. Shikoj shpesh në disa dalje, për shembull që thënë pse se ka, po jo pse e grushtove, domethënë Mbaj bip del për çdo korner. Pse del portieri korner është me dorë etj. Po tani do të çmendur fare. Vazhdo tani. Është vërtet. Domethënë janë disa gjëra që nuk mund t'i lexosh dot nga lart. Nuk mund të thuash portier pse nuk dole, pse. Shiko, kisha një portier që servisi që trupi i madh i gjatë dhe i thoshën trajnerët e ekipit vet do dalë se je gjatë. Thash, po jo më se nuk ecë kështu, se ai mund të thotë ikë din 16 që ke 26 si mund të dalësh. Ti dalësh me logjik. Okej, ti mund ta ndihmosh më shumë ekipin në disa zona, por nuk mund dali portieri kuturruqe, pse je gjatë dhe o burra dil. Jo, nuk funksionon kështu. Duhet lexosh situatën, lexosh hapat, duhet dish ku është topi, trajektoria e topit. Këto janë këto gjë. Një ndër gjë që s'më vjen kjo pjesa që jo pse e grushtoi, jo pse se kapi, jo pse doli, jo pse nuk doli, sepse në moment është. Ti do të dish vetë një portier i mirë bën ku ti lexon situatat. Cila është padrejtësia më e madhe që bëhet i portierit? Po, mendoj kur i jepet ngarkesë shumë e madhe, ajo që folëm pak më parë, përgjegjësia shumë e madhe. Unë mendoj, e them dhe shpesh aty që duhet të ishte ky termi që e thuhet shpesh nëpër Shqipëri të paktën se nuk e di më, që u mundëm nga portieri. Kjo term u mundëm nga portieri për mendimin tim duhet të ikë sepse portieri nuk është tenist ose pingpongist, edhe është vetëm tek pullat edhe për luan. Është pjesë e skuadrës, edhe kjo paktën në Shqipëri kjo termi e kam ndëgjuar shpesh, që u mundëm për portieri që dojë, domethënë kjo është besojnë që ky termi i u mundur nga portieri duhet të ishet patjetër nga fjalori i paktën i njerëzve që janë afër sportit, sepse tifozët nuk mund të tifozi ka mendimin e vet, opinionin e vet, por paktën njerëzit që janë afër sportit edhe zhvillojnë sportin duhet ta largojnë patjetër këtë gjë. Arbitri fshëllën 3 herë Flor për t'i ardhur fundi takimit të sotëm me ne ishte Kadri Birja, ish portier, tashmë është trajner portierësh, por është edhe po ja pak infon e gjatë, është dhe tifozi Milanit. Tani ta ngacmoni për Championsin ç'ti bëjmë. Merren me tifozët e Milanit për Championsin kampionatin e humbën. Çfarë themi tifozi Milanit? Shiko, tani neve ecim me kohën, domethënë, mendoj me kismet. Mendoj që ta themi kështu shpesh shabllon fare, kam pasi president në ku kam qenë te ekipi Shkumbini dhe thoshte tafti bafti. Po na ra tafti mi, po na ra bafti mi. Duke qenë se jam në tifozi Milanit, në këtë vit nisëm tafti bafti, çat na bite domethënë, është. Po tani për momentin patjetër që nuk ishëm në një vështirësi shumë të madhe, patjetër tani po sepse nuk, siç e tham dhe pak pjesën e shkallës, nuk shkosh dot direkt atje. Për momentin po bëhet i mirë. Shpresoj shumë që të paktën të shkojmë në grupet e Champions League-s dhe pastaj në vitin tjetër
Shikojmë se çfarë do bëjmë, se s'mund të shkosh dot direkt nga janë superfuqi, Manchester City, Parisi, Interi, Bayerni, edhe shkojnë po që dojnë Superfuqi Interi tha. Po patjetër në Champions League paktën 2-3 vite fund shkoi vjet në finale, si nuk është shkoj super finale brenda 4 viteve. Do më qenë realist. Kadri, shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Flor, Po tani si portier E sot mbyllim. të gjëra, gati për Calceto jemi. gati për Tre Calceto. portier gjeni vetë këtë merrni. Çuna goca, miru pafshim. Ándale.